Mirë po, ndodh që këtë përpjekje për autenticitet, siç po thua dhe ti, bën vaki e paguar shumë shtrenjtë. Bën vaki e paguar. Nuk po them që ndodh në të gjitha rastet detyrimisht, por ka dhe raste, si rasti yt, por për të ardhur dhe në kohën tonë, edhe si rastet e plot të rinjve në moshën tonë, të cilët patjetër kjo përpjekje i ka penalizuar në mënyra të ndryshme. Tani autenticiteti është një gjë që me fjalë të tjera mund të ta gjejmë të shprehur në thënien e orakullit Delfit, njih vetveten. Po. Në Delfi ishte ajo i quajë orakulli, dhe ti do shkoja atje dhe do pyesje. Dhe aty sipër ishte shkruar njih vetveten. Domethënë që kur të vish të bësh pyetje, tento të kesh njohur vetveten, që të kuptosh më mirë. Dhe tek e fundit autenticiteti ka të bëj mbi të gjitha, do thoja unë, sipas përvojës time, nga dy pyetje që duhet ngrërë çdo njeri në jetë. Si kam ardhur në këtë botë, pse kam ardhur në këtë botë? Bëjo. Që lidhet edhe me një gjë që është shumë e rëndësishme, Heideggeri, filozofi, quhen ankthi i vdekjes, të ndjerit e ankthit të vdekjes. Pra ti e di, është vetmja qenie që e di që do vdesi. Dhe domethënë që ti ke një fund, dhe ty të është dhënë një kohë. Pse më është dhënë kjo kohë, dhe si kuptim do t'i jap kësaj kohe, pra t'i japësh një kuptim kësaj kohe, që t'i japësh një kuptim dhe vdekjes tënde në fund fare. Edhe ka një filozofi që thotë mos mendo fare, vetëm gëzoj të tashmes, jeto të tashmen. Mirë po asnjëherë të mbush kjo, sepse ne jemi qenie që kërkojmë kuptimin, qenie metafizike, mund ta quajmë, që do të kërkojnë ore pse jemi këtu, pse kemi ardhur këtë botë, çfarë ka për te kësaj bote, çfarë ka, çfarë s'ka. Çfarë kuptimi ka kjo, çfarë kuptimi ka ajo. Kjo, edhe kjo të çon drejt mendimit. Po. Mendimit dhe të kërkimit. Dhe duke kërkuar sigurisht do gjesh vetveten pastaj më mirë, më qartë. Dhe kjo është ti je autentik, ti the që të kushton, po padyshim të kushton. Të gjithëve i kushton, sepse ti je autentik, do thotë që të mos futesh në tufë. Por të thuash jam individ. Dhe kjo ideologjia që na bashkon e tufës, që dhe ajo ka në vetë, në mund të kuptohemi, ajo është si të futesh në një kafaz, edhe dikush ta mbyll Chelsea, si që koha jonë. Ti duhet mendoje kështu, duhet martohesh e kështu, duhet punoje kështu, duhet gjithë bota kështu, dhe futesh atje. Ti nuk je, është kulmi i asaj që quhet e kundër alienacioni, tjetërsimi i njeriut. Je i tjetërsuar, qartë, nuk je vetë jote. Kështu që mirë po i tjetërsuar mund të jetosh rahat, se kështu do ai që ka pushtetin. Ti është një vegël, instrument. Mirë po, si thot Kanti, njeriu s'duhet ta shohësh vetëm si vegël, po edhe si qëllim. Po edhe si qëllim. Dhe në këtë kuptim, të kërkosh qëllimin, shpeshherë bien ndesh me ata që duan të përdorin vetëm si mjet. Në fakt, përpara nuk do bëj pyetje, thjesht do bëj një kështu konstatim. Dëshira ime për këtë bisedë ishte që jo vetëm të flistim, po themi dhe të sillim më pranë publikut dhe dëgjuesve tan në një formë më të përpunuar dhe më të thjeshtuar, po themi kujtimet dhe reflektimet e Zotit Lubonja, por edhe si thuaç të bëjmë një krahasim midis perceptimeve dhe përvojave të ngjashme të dy kohëve. Pra tjetërsimi në kohën e Zotit Lubonja dhe tjetërsimi në kohën tonë për ne. Pra, në këtë kuptim. Besoj që e kaluara është gjithmonë hapi i parë drejt së tashmes apo drejt së ardhmes. Dhe në këtë sens, sa kemi mësuar ne nga e kaluara jonë. Dhe kjo është një temë shumë e fortë biles tek dokumentari. Njohja e kaluarës, që do të thotë njohja e traumës, që do të thotë
përpunimi i traumës që trashëgohet dhe jo ashtu siç mendohet, disa e mendojnë që ata që s'kan lindur nuk e jetojnë traumën. Jo, ata që ata që s'kan lindur në atë kohë, gabova. Pra ne për shembull që s'kemi lindur në atë kohë, nuk e jeton traumën se ju jeni rregull. Ma ne jemi rritur nga prindër që është problemi se si trashëgohet trauma nëpërmjet edhe prindërve. Për këtë ka studime, atë kuptohemi. Dhe përgjithsisht pastaj këtu bëhet fjalë edhe për një ndërgjegje kolektive që mund ta quajmë. Mendimi im në përgjithësi për Brezin që se ka jetuar atë kohë është që nuk e ka përpunuar e gjithë shoqëria dhe nuk është se janë ata përgjegjës. Përgjegjës jemi ne që kemi jetuar atë kohë mbi të gjitha, që s'kemi ditur të elaborojmë traumën dhe pastaj këtë elaborim t'ja përçojmë edhe Brezit të ri. Dhe jo, në këtë kuptim, unë jam nga ata që nuk e mendoj të kaluarën si diçka që s'ka lidhje me tashmen, në kuptimin që kjo është një gjë tjetër, ajo është një gjë tjetër. Bile ka ca që thonë, ore, ishte mirë atëherë, se kishte siguri, s'kishte vrasje, s'kishte kështu, dhe tani kemi gjitho krime, gjitho gjëra. Mirë po, ideja ime është që po thellohesh do të kuptojmë që kjo që jemi sot është pikërisht rezultat i asaj që ishim dje. Se pikërisht mos përballimi i traumës së djeshme na ka bërë në shumë aspekte që ne ta përsërisim në formë tjetër, po ta përsërisim historinë që kemi kaluar. Qoftë nga pikpamja politike dhe këtu për mua është evidente se si tendenca për ndërtuar një parti shtet, siç kemi sot, sipas mendimit tim, është evidente që vjen nga ajo e kaluar, sepse nuk mendojmë dot njeriun që jeton, ose më mirë them shoqërinë e komunikimit, siç e quajnë një filozof. Ne kemi jetuar në shoqërinë e dominimit. Jo të komunikimit? Jo të komunikimit. Të dominimit. Të dominimit. Pra, po të shikosh, edhe në tryezat tona, shqiptarve, që unë e shoh se me trishtim, më vjen mirë që shoh një mashkull dhe i femër këtu, e shikoj me trishtim se si mblidhen vetëm burra, i keni parë? Ja, po të dalim aty poshtë. I ketë gjithë në kafe, aty dhe janë atje. E para mungon gjysma tjetër. Po. Dhe komunikimi me gjysmën tjetër. E dyta vetë tryeza shpeshherë ka një frym të kulturën e dominimit, se kush është gjeli aty, kush është ai që është më i fortë. Alfa, tani kemi edhe këtë term. Ai që vendos, ai që i dit gjitha. Ai që i dit gjitha, ai që tallet me ata të tjerët, e tjera. Kjo është vjen nga pikërisht nga një shoqëri e dominimit, ku karakteristikat tjera janë manipulimi, kontrolli, pra unë e kontrolloj këtë tryezën, unë e manipuloj këtë tryezën, i manipuloj të tjerët, i kontrolloj të tjerët, i dominoj të tjerët. Ndërkohë që shoqëria e komunikimit është shoqëria ku ne komunikojmë dhe nuk e ke as unë të vërtetën, po e vërteta është midis nesh, duke nga bisedimi i afrohemi të vërtetës, apo jo. Në mbase nuk arrim kurrë në një përfundim. Nuk dominojmë, por komunikojmë. Po ta shikosh në thelbin e vet, shoqëria shqiptare ishte një shoqëri e dominimit, dhe çka ka dominimi dhe lidhur me traumën, lidhur me traumën që folëm. Në shoqëritë e dominimit, trauma e bllokon. Trauma bllokohet, nuk komunikohet për traumën. Në qoftë se dikush ka qenë xhelati im ose më ka torturuar, hetuesi apo hetuesi njërin tjetër, në një shoqëri komunikimi që mund ndërtojmë idealisht, ne edhe mund të takohemi, apo jo. Ore si ma bëre, çfarë bëm? Ore si e bëra? Ja bëra këtia. Po shiko se edhe unë ja kam bërë këtij tjetrit, apo shiko, dhe bisedohet, komunikohet. Ndërsa në shoqërinë e dominimit ngrihet trauma, nuk flitet. E vërteta është kështu.
këta janë të këqit, këta janë të mirët. Unë sundoj, si ishte në kohën e Enver Hoxhës ishte ka familje të këqija dhe familje të mira. Familjet e ishin të këqija, familje të mira. Dhe është e mbyllur, diskutohet midis këtyre familjeve. Këta janë për burg, për persekutim, këta janë kështu. Përsëri në kohën tonë, po të shikoni, vazhdon kultura e familje e mirë, nga njëherë janë kthyer dhe mbrapsht tani, ca të përsekutuar për familje të mira, ca janë të këqij dhe nuk ka komunikim. Nuk ka komunikim. Në këtë aspekt pra, kjo është trauma që e ngrin e bllokon shoqërinë dhe ne jemi të bllokuar, nuk e kemi analizuar se ajo e kaluara për cilën flasun për libra. Ajo çfarë ndodhi këtu tek ne? Ndodhi kjo që në fillim kur kam dalur, njerëzit ishin më të gatshëm për të folur. Fillim të viteve 90. Filloi kohës kur keni dalë nga izolimi, nga burgu. Për të folur, për të thënë kemi bërë gabime, kemi bërë kështu, këta, edhe këta torturues. Edhe këta. Një pjesë, po flas për e kuptoj. Po flas për të gjithë. Po shoqëria këtë duhet bënte dhe e kaluara do të ishte një gjë që do të diskutoj e përbashkët, një trashëgimi e përbashkët. Po. Për cilën të gjithë thellohemi që kemi përgjegjësi, se si kemi ndërtuar, sigurisht përgjegjësitë ndahen, kuptohet. Ai mëkati i katërt. Ai që fala unë, përgjegjësia metafizike të gjithëve, po. Në vend të kësaj ndërtohet kjo. Kush është i keqi, kush është i miri dhe kush sundon, po. Dhe kush do të ndjek atë. Domethënë dhe njëri kthehet viktim, tjetri kthehet është kjo formë që vjen nga një kulturë shqiptare. Unë më mend njërin se në burg ne ishim gjithë bashkë. Mi po dhe në burg kishte ca që kishin vujt gjithë kjo jetës, kishte ca që kishin vujt. Unë vija nga një familje tjetër që s'kisha vujt një pjesë kohës. Bo një grevë të burgosurit politik atëherë, se dhe ajer duhet të regu dhe në histori, se më të bëjmë teori vetëm. Dhe tek parku i Gjatonit. Dhe tek parku i Gjatonit, ju se dini fare ku është parku i Gjatonit. Më falë, në Spaç. Po jo, më këtu u bën, jo në Spaç, u bën Tiranë te rruga e Kavajës, parku. Grev ishte burgosur tani. Grev, po atëherë. Mendoj se thënë në burg. Jo, më fal, ndoshta më ngatrova, më korrigjo se bëj me gabim. S'ka problem. Bën një grev aty për të kërkuar ca gjëra, kupton ti? Edhe shkova unë të vizitoj edhe ndoshta edhe me një pjesë aty, më doli njëri nga ato që ishte gjithmonë ajo. Tha shiko, tha ne i dum të pastër që nga gjyshi. Tha mu, ata që hyn këtu, do më thënë tashi. E kupton? Kjo është shoqëria e dominimit, e komunikimit që kthehet mbrapsht tani. I dum të pastër që nga gjyshi, kupton ti se ne jemi. Dhe kjo ndau dhe politikën në Shqipëri, pastaj edhe këta persekutorët e djeshëm fillon të mbrohen edhe këto pritse dhe u bë një bllokim i shoqërisë. Dhe vazhdon sot e ka marrë Rama, i ka enveristët vet aty, gjithë aty bën çfarë, edhe nuk komunikon njëri ore çfarë kemi bërë. Dhe bëjnë të njëjtën gjë që përsëritet e njëjta gjë, pra sepse në fund fare kjo është çështje kulturore, të ndërtosh një shoqëri komunikimit, të dialogut me vetveten, se në fund fare se folën për bllokimin e traumës. Çfarë bën trauma? Trauma të bllokon dhe ty si individ. Ti ke traumën dhe kur shkon te psikoterapeuti, çfarë bën? Bën pikërisht këtë që ai të ndihmon të dialogosh me veten. Ta njohësh traumën dhe fillosh të flasësh. Ky është dialogu, komunikimi pra. Në këtë aspekt kemi shumë për të bërë.